Shtëpia e bardhë plas bombën për Shqipërinë. Sanksione, non grata, veting financiar, domethënë siç thot populli ynë. Erdhi dita e Qametit. Apo shtylle ka Amerika me neve, shpun ka. Për 19 ditë i mbarojnë të tërë këta se përpara amerikanëve këta janë të vegjël, përpara Amerikës. Përpara këtyre të kanë vallëzuar me ne dhe me këta të tjerë. Uroj që të bëjnë diçka. Uroj që ata që do vinë pas këtyre të jenë të mos jenë si këta. Po vajtëm kaq kohë me sanksionet dhe shtëpia e bardhë, do na bëj Amerika, do na shtojnë parajs, do na... Po, çfarë bën Amerika? Çfarë bën? Vetë po bëjmë gjëna. Ose po bëjmë shumë pak. Po bëjmë, po esëm para ja. Kemi nevojë për një dorë të hekur. Shiko si jemi ja lule, jemi ja çarko. Shiko si sheshi këtu. Po lule ka gjitha ne. Gomzhin, me gomzhin, me makina gjithë, nuk kanë dot ne me bicikleta. Po kanë gjithë janë. Por jo tani. Si e komentoni? Më mirë se dira ata se dimre. Sa e gjithë për në gradë. Po e bëri do të gjë mirë. Do e kanë dorë dhe e rregullojnë. Amerika ka rregulluar botën. Jo ne. Po e pati përsipër me e bë, është gjë shumë e mirë. Pastaj e bë se bë, nuk e di ne. Ka njerëz që mund të trëmben nga kjo fshesa? Çdo dush. Ata që janë marrë me gjëra të këqija. Si e komentoni? Apo të shlitë kanë amerikanët me ne? Çfarë do amerikanë me ne shoku? Ne jemi për qef. Shiko, po na le dhe kaq të lirë. Ore, ne jemi në qefin tonë vëlla. Nuk ka më mirë. Po tash 2 ditë para vitit të ri qefi jemi. Po qef, jo, dhe pas vitit të ri. Ne kemi gëzhyt. Dgjoj. Me Amerikan mos u kruani, se po flas jashtë edukate. Kemi atë që është. Le ky që kemi ne, që së shqiptar, është izraelit, se unë e njoj që kare ma kurindim, mara pa forëzë i thërisin kape topin o palë. Po kjo fshesa 90 ditore e amerikanëve këtu për non grada dhe veting financiar, si u duket? Çdo gjë që bën Amerika është mirë. Në një kundërshtrim mund ta quh kiamet i themi ne ose kiamet. Por gjithsesi ajo nëse vërtet vjen realisht me qëllimin e mirë, nuk është kiamet. Nuk është kiamet. Jo, të jetë një herë një kiamet, po i dobishëm. Unë kam idenë edhe mbështetem ka ajo thënia që një shoqëri e ndërtojnë idealistët, e marrin intelektualët dhe shkatrojnë politikanët.